Artica ma të bukur në kar, me fuqine kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po ndalemi këtu në rubrikën tonë Kombi Ynë. Do të flasim për një shkrim që Kraljica e Maleve, Edith Durham, ka bërë për Shqipërinë në vitin 1941 kundër pushtimit italian dhe ka kërkuar ndihmën e anglo-amerikanëve. Por ne kemi shkëputur nga kjo pjesën kur ajo kujton veprimet e saj në Shqipëri në periudhën e fundit të pushtimit osman në vitet 1908 dhe luftën dhe përpjekjet mes shqiptarëve dhe slavëve në periudhën e kryengritjeve të vitit 1910-1912. Edith Durham mbahet mend kryesisht për botimet e saj të rëndësishme në formë librash, veçanërisht për veprën e saj Hyde Albania, por ajo ishte gjithashtu autore një numri të madh artikujsh dhe letrash për redaktorin, në të cilat përpiqet paraqiste çështjen shqiptare përpara publikut britanik dhe të korrigjonte pikpamjet e gabuara. Shumë prej këtyre artikujve janë botuar më vonë në vëllimin Albania and the Albanians, Selected Articles and Letters, nga viti 1903-1944. Në vitin 41 pas pushtimit italian Shqipërisë, Durham në një përmbledhje mbi Shqipërinë dhe Proceedings of Royal Institution of Great Britain, e cila pasqyron angazhimin e saj të thellë për fatin e Shqipërisë, shkroi artikullin mbi Shqipërinë. Ajo vdiq në Londër në 15 nëntor 44. Unë do të kërkoja drejtësi për një nga popujt më të lashtë dhe tani një nga më të pafatët e Evropës. Simpatia është e madhe për polakët, por shqiptarët të cilët kanë vuajtur një coptim edhe më brutal nga fqinjët e tyre më të fuqishëm janë sot fush betejë e dy fuqive rivale dhe kërcënohen me zhdukje në një konflikt që nuk është i tyre. Shqiptarët rrjedhin nga fiset që banonin në kohët parahistorike përgjatë anës perëndimore të Gadishullit Ballkanik, Ilirët dhe Epirotët, përpara ardhjes së romakëve dhe slavëve. Ata nuk kanë qenë pjesë dhe nuk janë grek. Pas disa analizave historike, ajo ndalet te disa aspekte të luftës së shqiptarëve gjatë periudhës me turqit dhe të slavëve me cilën ajo e njihte mirë, gjatë cilën ne do ta trajtojmë në këtë emision. Unë u interesova për çështjen shqiptare në vitin 1903. Një kryengritje e bullgarëve të Maqedonisë që dëshironin të bashkoheshin me Bullgarinë e lirë, u shtyp ashpër nga turqit, duke lënë pas fshatrat të djegur dhe njerëz të uritur. Duke qenë se kisha udhëtuar shumë në Ballkan, më kërkuan nga Komiteti Britanik për ndihmën e Maqedonisë të veproja si përfaqësuese e tyre në zonën e Ohrit dhe Prespës. Qeveria turke më dha leje me lehtësi. Selia jonë ishte në manastir, sot Bitola, e cila atëherë nuk kishte serb. Ndihmësit tanë, rojet dhe përkthysin ishin kryesisht shqiptar të marrë nga shoqëria biblike britanike dhe e huaj. Prej tyre mësova për frymën e fortë nacionaliste që po rritej. Pas stafin ton shqiptar të aftë e të ndershëm, puna jonë do të kishte qenë shumë më e vështirë. Edhe guvernatori i Ohrit, Mehdi Bey Frashëri, ishte shqiptar, një njeri i drejtë dhe i mirë që më ndihmoi shumë. Më vjen keq të them se tani është internuar në Itali sepse kundërshtoi pushtimin italian. Shpresoj të jetoj për të parë vendin e tij të lirë. Kur përfundoi puna e ndihmës në pranverën e vitit 1904, miqtë e mi shqiptar më lutën të mos kthehesha në Angli, por të udhëtoja nëpër Shqipëri dhe të shija vetë gjendjen. Në atë kohë qeveria turke e frikësuar nga rritja e ndjenjës shqiptare, u përpoq ta shtyp atë duke ndalur shtypjen dhe mësimin e gjuhës shqipe me dënime të rënda. Faikonica botonte një gazetë shqiptare në Londër, e cila futej fshehorasi në vend. Gjergj Qiriazi përgatiti disa libra të Biblës në shqip dhe shoqëria biblike i botoi ato. Një sipërmarrës shqiptar u dërguar për të shitur nëpër Shqipëri. Do të shkoja dhe unë me të. U bashkova me të në Leskovik. Ishte një udhtim frymëzues. Vizitova fillimisht Korçën. Ajo ishte qendra aktive e lëvizjes për pavarësinë në Shqipërinë e Jugut, që synonte të çlironte vendin nga çdo ndikim i huaj. Një motër e Gjergj Qiriasit, një grua e guximshme dhe shumë e aftë,
shkoi në Amerikë dhe me ndihmën e misionarëve amerikanë u arsimua atje dhe pastaj u kthye u bë drejtoresht e një shkolle për vajza në mbrojtjen e misionit amerikan. Ajo përdorte libra amerikane, jepte mësim në shqip dhe shkatëronte çdo shkrim pas mësimit. Turqit kërkonin më kot për gjuhën e ndaluar. Vajzat krishterë dhe muslimane u dyngën në shkollë, mësuan të lexonin dhe të shkruanin, e të mësonin këtë vëllezërve të tyre. Ne vazhduam rrugën tonë, dhe kudo që gjenim një guvernator shqiptar, na priste mirë e na lejoi të shisnim sa më shumë libra që të mundim. Në Berat, ku guvernatori ishte turk, të gjitha librat tanë u konfiskuan, por kjo nuk kishte shumë rëndësi, sepse kishim një furnizim të fshehtë që na priste më përpara. Në Berat dërgova dhe dëgjova për herë të parë për përpjekjet e priftit Fanoli për të krijuar një kishë ortodokse shqiptare autokefale e për ta shtyruar vendin nga priftërinë greke. Të krishterët ankoheshin se prifti grek denonconte ata që kishin libra shqip. Puna shumëvjeçare e Fanolit u kurorësua me sukses pas pavarësisë së Shqipërisë. Kisha ortodokse shqiptare u krijua ligjërisht dhe tani nuk ka më priftërinë grek në Shqipëri, përveç atyre që mund të kenë ardhur me ushtërinë pushtuese greke. Kleri është shqiptar dhe shërbesat mbahen në Shqip. Dëshiroj të theksoj këtë fakt, sepse disa gazeta e përshkruajnë shqiptarët e jugut si të kishës greke dhe besimtarët e saj si grek. Kjo është po aq e gabuar sa të quash të gjithë katolikët romak italian. Jo vetëm krishterët, por dhe muslimanët nxituan të blinin libra tanë. Në Elbasan brenda një ore, shitëm 70 libra tek muslimanët. Tani na tha me gëzim një xhandar i ri, mund t'i mësoj vllajt tim të vogël të lexojë. Në Elbasan gjeta gjithashtu një lëvizje për të krijuar një kishë uniate me qëllim për të ndalur ndikimin grek. Kështu ne shpërndam libra në të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe arritëm në Shkodër, të lodhur nga udhëtimi për të kënaqur. Atëherë nuk kishte rrugë të ndërtuara, udhtonim me kuaj, kalonim lumenj, ku kuajt pothuaj notonin, kalonin nëpër toka kënëtore ku ngecnin e deri në shpatulla duhet t'i nxirnin me lopata dhe shpesh na duhet të ecnin në këmbë ku rruga ishte tepër e rrezikshme për të hipur mbi kalë. Shkodra ishte qendra e lëvizjes për pavarësinë veri. Atje kishte më shumë mundësi për arsimim. Austria dhe Italia lakmonin Shqipërinë dhe secila përpiqej ta fitonte simpatinë e shqiptarëve duke hapur shkolla. Kishte shkolla për vajza dhe djem, një konvikt për djemtë e maleve, një shkollë teknike dhe një shtyp shkronjë, të gjitha në mbrojtjen austriake ose italiane. Shqiptarët përfitonin dhe studionin me të shirë. Pasi erdhi revolucioni Gjën Turk në verën e vitit 1908, ai premtonte liri dhe barazi për të gjithë. Shqiptarët luajtën një rol të madh në sukseset e tij të para. Burrat e Kosovës marshuan drejt Shkupit, atëherë në qytet kryesisht shqiptar, dëbuan guvernatorët e vjetër dhe morën qytetin. Konsulli ynë zëvendësues dëshmoi përsëllje të mirë të trupave shqiptare. Kushtetuta u shpall dhe Shkodra u mbush me gëzim. Mira malësorë të veshur me rrobat e tyre më të bukura, marshuan në qytet dhe u pritën me festa. Ne qelluam me revolver në ajër, unë kisha nga një në secilën dorë, derisa nuk mbeti asnjë fishek. Nuk ndodhi asnjë aksident, asnjë rregullim. Zëvendës konsulli francez tha: "Çfarë populli do të ishte ky me një qeveri më të mirë?" Ata u kthyen në malet e tyre të lumtur dhe plot shpresë. U shpall liria e shtypit, gazetat shqiptare dolën si këpurdhat pas shiut, u hapën shkolla me shpejtësi të madhe, në manastir u mbajt një kongres për standardizimin e alfabetit dhe drejtshkrimin dhe u miratua një alfabet i përbashkët. Rroft Shqipëria. Ajo më në fund do të kishte shansin e saj, ku nuk do të shoh më një ringjallje kaq të gëzueshme të një populli. Udhtova në përmale drejt Gjakovës, pastaj në Prizren, Prishtinë dhe Mitrovic, dhe u ktheva përmes Mirditës në Shkodër. Kudo shqiptar donin liri, por fat keq Gjën Turqit bën çdo gabim të mundshëm. Ata ishin trajnuar drejt, shqiptarët do t'i kishin mbështetur, por përpara se të mbaronte viti shqiptarët kuptuan se nuk do të kishte liri. Greqia, Serbia, Bullgaria dhe Malizi ishin vendosur mos lejonin suksesin e Gjën Turqive, sepse kjo do të thoshte fundi i shpresave për zgjerim territorial. Ata krijuan lidhjen ballkanike për të rrëzuar qeverinë Gjën Turke. Në vitin 1910, shqiptarët e Kosovës u ngritën në kryengritje të nxitur nga serbët, të cilët u premtuan ndihmë. Ata udhëheqeshin nga trimi Isa Buletini. Lajmet mira erdhën në Shkodër. Isa kishte bërë marrëveshje me serbët. Një oficer serb dhe njerëzit e tij e ndihmonin dhe madje banonin me të.
Serbia kishte njohur të drejtën e Shqipërisë për pavarësi, por armiqësia shekullore mes serbëve dhe shqiptarëve do të merrte fund. Isa besoi dhe u mashtrua në mënyrë të tmerrshme. Oficeri serb ishte koloneli Dimitrević, një nga organizatorët e vrasjes së mbretit Aleksandër dhe mbretëreshës Draga në vitin 1903 dhe një nga drejtuesit të shoqërisë famkeqe Dora e Zezë. I maskuar si shqiptar, ai dhe njerëzit e tij kryen shumë vrasje, ndërtodhet guvernatorit Popović. Faji u hodh shqiptarëve, por e veja e tij deklaroi se ishin serbët që kishin vrarë. Kjo kryengritje largoi përfundimin shqiptarët nga turqit, ashtu siç kishin synuar serbët. Në vitin 1111, mbreti i Malit Zi ofroi të ndihmonte malësorët e Veriut për të fituar lirinë. Ata i besuan dhe u ngritën kryengritje. Unë isha në Konstantinopol dhe u ktheva me nxitim. Kryengritja ishte në kulm. Mbreti Nikolla më kërkoi të ndihmoja gratë dhe fëmijët që kishin ikur në Mal të Zi në gjendje të mjerueshme. Mali i Zi i furnizonte kryengrisit me armë dhe municione. Ata luftuan me trimëri, por u shtypën nga ardha e një ushtrie të madhe turke. Qeveria turke i kërkoi mbretit Nikolla të bënte paqe me njëherë. Dëshpërimi i malësorëve të cilëve u ishte premtuar liria ishte i madh. Pastaj erdhën luftrat ballkanike të viteve 1912-13. Në politikën e tyre dinake, serbët kishin mashtruar shqiptarët. Ata i kishin ndarë nga turqit dhe kishin përdorur kundër tyre. Por në vend që të ndihmonin për liri, ushtritë serbe dhe malazeze ju kthyen atyre me egërsi. Shqiptarët mbetën të rrethuar dhe pa municione. Serbët masakruan pa mëshirë. Në një tavolinë darkë dëgjova një oficer serb që mburrej, duhet të vrisni edhe gratë e fisit lumës, sepse ato lindin burra, qeshi duke u mbytur me birr. Malazezët prisnin buzët e hundet e burgosërve të vdekurve dhe i tregonin si trofe. Ata diqnin dhe plaçkisin dhe mburreshin se kur të merrnin Shkodrën, do të prisnin fytet e banorëve të saj. Në këtë kohë erdhi lajmi se Janina kishte rënë. Ismail Qemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë me 28 nëntor 1912 në Vlorë. Fuqitë e njohën Shqipërinë dhe i urdhëruan malazezët të rriqeshin nga Shkodra. Po ata arrinte të merrnin qytetin me tradhti. E sa të pash toptani një njeriu rryer nga shumica tradhtoi. Ai vrau komandantin turk dhe lejoi malazezët të hynin në qytet. Malazezët dogjën, pazarin dhe plaçkitën. Fuqitë detyruan të largoheshin. Një flotë ndërkombëtare hyri në lumë dhe ushtria malazeze u tërhoq. Shqipëria u shpëtua. Unë kalova dimrin duke ushqyer dhe feshur popullsinë e uritur të Shkodrës dhe malësorët. Malet ishin plot me refugjat musliman që kishin shpëtuar nga territoret e pushtuara nga serbët e malazezët. Ata tregonin një histori të merri. Burrat të pjekur mbi zjarr për të detyruar të pagëzoheshin, gratë të detyruar të hynin në kishë të dhënuara dhe të rrahura. Dy gratë treguan se si serbët kishin prerë damarët e burrave të tyre dhe kishin kërcyer rreth tyre, ndërsa ata gjakoseshin deri në vdekje. Kjo ishte ajo që serbët e quanin pastrimi i tokës. Unë përpiqesha gjithashtu të ruaja paqen midis ushtrive të huaja që kishin ardhur dhe kishin jurisdiksion në zonën përreth Shkodrës. Më vonë udhtova nëpër Shqipëri dhe gjeta një rend të plot në qytetet e mbajtur nga qeveria e përkohshme. Në vitin 1914 erdhi princi Vit. Ai ishte njeri me qëllime të mira, po nuk u dha mundësia qeveriste, ai rënduar të Esat Pashës, i cili e tradhtoi. Zbrita në Durrës dhe gjeta një vorbull intrigash. Fuqitë e mëdha ndërhynin në çdo aspekt politikës shqiptare. Esat Pasha organizoi një kryengritje kundër princit, u arrestua po u lirua për shkak presionit ndërkombëtar. Duke përfunduar shkrimin me pushtimin italian fashist të Shqipërisë, Edi Durham e përmbyll me një apel ndaj fuqive të mëdha. Kjo është shkurt. Historia e dimshme e një populli të vogël dhe fisnik që kërkoi vetëm të jetojë në tokën e vet. Në vitet që jetova mes tyre, i gjeta shqiptarët besnik, mirënjohës të sjellshëm. Ata janë shumë inteligjent. Punimet e tyre në argjend dhe qëndisje tregojnë se janë artistët e Ballkanit. Mos lejoni që ata të afrohen si një sakrificë njerëzore, as për të qetësuar armiqtë tanë e as për të kënaqur aleatët tanë. Si përfundim, teksti i Edi Durhamit për Shqipërinë nuk është vetëm një dokument historik, por një tekst me dimension të fortë etik. Durham përfundon me një vlerësim njerëzor. Gjatë viteve që jetova mes tyre, i gjeta shqiptarët besnik, mirënjohës e të sjellshëm. Ata janë shumë inteligjent dhe përmbyll me një thirrje që mbetet aktuale për çdo kohë. Ai kombinon analizën historike me një kritikë të ashpër ndaj padrejtësive ndërkombëtare,
dhe mbrojtje të qartë së drejtës së shqiptare për ekzistencë dhe vetëvendosje. Ne shkëputëm një pjesë historike të tekstit për ta lidhur më shumë me kryengritjen e pavarësisë dhe kryengritjen e maqësisë madhe si ilustrim. Në këtë kuptim, ky tekst mbetet një burim i rëndësishëm jo vetëm për historiografinë shqiptare, por edhe për studimet mbi drejtësinë ndërkombëtare dhe nacionalizmin. Ky shkrim i Edi Durhamit është më shumë se histori, është një dëshmi, është një ndërgjegje, e mbi të gjitha është një kujtesë se Shqipëria nuk ka kërkuar kurrë më shumë se atë që i takon, të jetojë e lirë në tokën e vet. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dhan fund studimit tim mbi deklaratën Shqipëria të bërë nga Edi Durham në vitin 1941. Miru takosh. Partikat vema të bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.